Si çdo qytetar të Kosovës dhe të Voshtrisë e kanë kryer vetëm 32.3% ose thënë në numra vetëm 3.713. Kështu që tani për momentin në këto orë të vona gati në përfundim të mbylljes së qendrës së votimit kemi edhe një fluks të madh arta në këtë qendër që po vazhdon. Ku po vazhdojnë edhe disa qytetarë këtu që kemi afër kanë hyrë me makinë gati brenda qendrës së votimit. E një detaj interesant këtu tek Voshtria kemi se lagja afër qendrës së votimit quhet lagja e sheqerave dhe për këtë arsye në fund unë gati kam vendosur që me ju ose pa ju në linjë unë t'ja shërbej disa sheqera duke ja për forcë këtë komisionarëve, këtë ata që kanë bajt rregullin që t'ja kenë edhe një energji të re, po ashtu edhe qytetarëve që po presin deri me tani në rend. Sa i përket se a ka shkuar gjithçka në rregull, na ka treguar përfaqësuesi i kësaj qendre, Muhamet Bunjaku, ku na tha se më mirë nuk ka ku shkon se kësaj here në këtë qendër të votimit. Kështu që kjo është krejt çka kemi nga kjo qendër e votimit në Voshtri. Ke vjen kështu, mbaje ti pamjen, vazhdo me ju jap sheqera atje qytetarëve dhe komisionerëve, pik to pik. Do ta mbajmë Kevinin derisa ai u jep qytetarëve të tilla sheqer. E ne mund ta kemi edhe ndonjë linjë tjetër, mbajeni pamjen e Kevinit patjetër dhe do ta kemi edhe një gazetar tjetër në linjë që është duke pritur nëse mund ta kemi regjia ma konfirmon ndërkohë është pra Kevinin nga komuna e Voshtrisë, ose ja lëm linjën krejt nëse nuk kemi mundësi që ta kemi edhe një gazetar tjetër. E lëm linjën për Kevinin edhe pak minuta. Sigurisht. Për në fund, mu e mëllësu pak. Ma shumë, ju si ju dha mborki. E shohem Kevinin, regjia ndalje ju lutem. Do sheqera, kështë. Për krejt komisiona. Apo mune, forcoj që sa i pak ma i madhë është janë dy. Se sona kam përtu këtu në karon shqesire të i prit juve. Okej. So, mirë është më pështri për momentin, ha? Që një sheqerë? Për se e ki kry obligimin si qytetar. Do ta krysh. Do ta krysh, okej. Edhe ma mirë. Që janë në atë qendër votimi